Pyetje shumë e mirë dhe shumë interesante, por ende nuk jemi aty. Çka doja të them është kjo. Unë si juriste mund ta kem kështu të qartë se çka doja ta pyes gjykatën kushtetuese, sepse e di në detaje se çfarë ka mbetur e pasqaruar nga viti 2014 e tutje. Megjithatë, si presidente e Republikës së Kosovës, do të sigurohesha që kur të dorëzohet një lëndë e tillë në gjykatën kushtetuese të jetë më neutrale. Kur dorëzohet ajo nga deputetët edhe jap një drejtim të caktuar, mirë po kur dorëzohet nga presidentja, është domosdoshme që edhe pyetja të jetë më neutrale, që jap hapësirë të nevojshme gjykatës kushtetuese që të sqaroj sa më shumë tema, që mos të vim më në këtë pikë, se s'është hera e parë që institucionet e Kosovës janë në këtë pikë, por do t'ja lija kohës, pavarësisht dallimit në qëndrime, diskutimi ka qenë me respekt të ndërsjell dhe ka qenë konstruktiv. Ndoshta për shkak të përvojës së gjatë që kam në politik, kam pa lloj-lloj takimesh në atmosfera të tensionuara, me mos pajtime tepër të mëdha, dhe ky nuk ka qenë i tillë, pra ka qenë një takim konstruktiv, nëse mundem me quajtur. Por timi i bardhë do dal vetëm atëherë kur kemi konstituim të kuvendit. Akoma nuk jemi në atë pikë, sepse vetë liderët besoj e kanë sqaruar kur kanë dalë nga ky takim, sepse nuk e kanë parë nëse janë deklaruar, por po supozoj që janë deklaruar që nuk ka pajtim final rreth konstituimit të kuvendit. Disponim minimal e thash në kontekstin që vullnet ka tek të gjithë liderët për të gjetur zgjedhje përpara dhe për të dëgjuar edhe ide të reja, prandaj edhe kjo çështja e dërgimit në gjykatë kushtetuese nga ana e institucionit presidencës sot e kemi diskutuar për herë të parë. Nuk ka qenë qoftë nga partitë politike, qoftë nga unë si presidente e shtyrë përpara si ide, sepse shpresa ka qenë që kuvendi konstituohet më shpejt, jo që kemi nevojë të vim deri këtu, ku ka kaluar një muaj nga seanca e parë. Sa i përket zgjedhjeve, të gjithë jemi pajtuar që, siç e dini, kushtetuta parashet që zgjedhje mund të ketë në disa raste, në qoftë se 2/3 e kuvendit vendosin dhe votojnë për shpërndarje të kuvendit, në qoftë se dështojmë në zgjedhjen e qeverisë dhe në qoftë se ka pastaj vot mosbesimi ndaj qeverisë. Janë këto opsionet. Për momentin pa konstituim të kuvendit nuk mund të shkohet te asnjëra nga këto 3 opsione. Pra edhe në qoftë se partitë pajtohen mes vete për me shku në zgjedhje, fillimisht duhet me u konstitu kuvendi. Dhe tek pas konstituimit, pastaj ka qoftë vot për shpërndarje të kuvendit dhe pastaj unë si presidente caktoj datën e zgjedhjes, qoftë nuk arrin ndoshta me i bë numrat, edhe pse kjo nuk është çështje që unë mundem tash me përcaktu se a bëhen numrat për qeveria apo jo, mirë po kushtetuta parashet që nëse nuk bëhen janë afatet e caktuara brenda të cilave unë detyrohem si presidente me kuvendin zgjedhje. Por parakusht për këtë është konstituimi i kuvendit. U fol që nëse shkohet shumë gjatë, mund të vijmë në një pikë ku liderët duhet të ulen dhe të pajtohen për zgjedhje, mirë po edhe për këtë parakusht është konstituimi i kuvendit, pra pa tani edhe për nga natyra e personit edhe institucionit, unë kam më shumë dëshirë që të kemi optimizëm, jemi të gjithë njerëz që jemi në politikë që një kohë të gjatë, besoj që e dojmë Kosovën të gjithë, prandaj edhe nuk e shoh të pamundur gjetjen e zgjedhjes për konstituimin e kuvendit, përkundrazi, mendoj që kur ka vullnet politik, natyrisht zgjedhja arrihet shumë shpejt për disa orë, por kjo s'do të thotë që jemi afër në asnjë moment, prandaj edhe fola për optimizëm apo disponim minimal, por ashtu fillojnë gjanat e mira. Fillojnë me optimizëm minimal dhe pastaj rritet dhe në fund gjendet zgjidhja. Sfidat janë të mëdha, nuk është që nuk po i pranoj apo që i injoroj. Megjithatë, sa i përket afatit, unë nuk mund t'jap për momentin afat, sepse varet edhe nga shumë zhvillime. Unë i përmenda në takim disa prej afateve që i kemi rreth proceseve që involvojnë kuvendin, që kërkojnë kuvend funksional, qoftë sa i përket disbursimit të mjeteve të para, të planit të rritjes, qoftë sa i përket organizimin e lojrave mesdhetare, shumë çka tjetër. Këto janë procese historike për Kosovën dhe tepër të rëndësishme dhe askush nuk guxon t'i rrezikoj ato, sepse do të ishte edhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve tanë të rrezikohet vendi ynë. Por afat nuk mund t'jap për momentin, do të shohim si shkojnë zhvillimet, në qoftë se
arrihen numrat e nevojshëm për konstituimin e kuvendit shpejt gjatë javëve në vijem mirë, në qoftë se unë prap do t'i takoj liderët politik dhe edhe çështja kur ngritet në gjykatën kushtetuese do t'jetë diçka që bëhet edhe me pajtimin e tyre. Unë sot po ashtë pajtim të plot nga ata që i takova, nuk është që kishte ndonjë kundërshtim, por kjo është edhe kompetencë kushtetuese e presidentës. Thjesht, unë nuk kam dashur që tani të ndërmarr një hap që mund të shkaktoj më shumë polarizim se sa unifikime, ajo nuk është çka i duhet Kosovës, mirë po nëse shihet e nevojshme, sepse asesi nuk po dalim nga kjo blokadë, atëherë nuk mund të lejojmë rrezikim të interesave shtetërore, por duhet patjetër të ecim përpara.